Po mirë, pikës pari është mirë që fillum kështu që kishim një start të mirë, ashtu si që edhe janë pritshmërit. Filluam me 2 fitore, e para ishte në Kërshov, e dyta ishte këtu tani në Koçani me Bregallnicën. Ishte ndeshje me vërtet ndoshta kështu nga kundërshtari nuk duket kundërshtari rënd, por kur e shohim se në çfarë fusha po zhvillohen ndeshjet, është me vërtet mirë që kemi arritë të fitojmë këto 2 ndeshje. Nesër, siç theksuat ju, është ndeshje e parë e kupës gjysmëfinale. Për neve objektivet dihen, ajo është, domethënë, ne synojmë edhe titullin kampion, edhe kupën. Nesër kemi ndeshjen e parë të kupës, shpresojmë në rezultat pozitiv. Edhe tani ta presim me çetësi lojën e dytë.